Përshëndetje dhe mirë se erdhët tek Ditari. Jemi në këtë pjesë të dytë ku ndoshta duhet të mbante vëmendjen kryesore martesa në Venecia e Jeff Bezos më shumë se sa zhvillimet gjeopolitike, por asgjë nuk mund ta ndryshojë këtë udhtim duke pasur ndërmend se çfarë ndodhi kësaj jave duhet të përmbyllet në këtë fundjavë për të qenë thjesht e mirë kuptuar dhe nga ana tjetër mjaft transparente. Për këtë na ndihmojnë në këtë transmetim një sër personash që i bashkohen ku me kontributin e tyre që lidhet me opinionin saj dhe me dijen personale, i shkojmë përshtat gjithkujt që në këtë momente po na ndjek nga vendi i tij i preferuar, Koltuku, i mëndafsht apo jo, në të cilën ju po e shihoni këtë transmetim, prandaj mirë se erdhët në këto 2 orë ku deri në orën 17 ju bëjmë shoqëri me një sër temash gjithashtu interesante. Por mbetemi tek gjeopolitika, ajo që u pa gjatë kësaj jave, madje edhe me samitin e NATO-s, ishte një farë glorifikimi që ju bë Donald Trump, ku ky i fundit nuk harroi ta përmendte e ta përdorte këtë më të kthyer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa me bluza të stampuara, kapele të ripostuara, ashtu edhe një vëmendje kaq e madhe nga të gjitha shtetet e botës. Çfarë ndodh konkretisht me Donald Trump? A është kthyer Amerika në qendër të globit sikurse duhet të mbante vendin edhe më herët? E diskutojmë sa vijon teksa më bashkohen online Akri Qipa nga Shtetet e Bashkuara dhe Brenton Kotori, profesor në TBU, kënaqësi që ju kam të dyve në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Përshëndetje, faleminderit. Akri, e nis me ju. A është sot Amerika vendi më frymëzues dhe garantues i paqes dhe stabilitetit në botë? Po besoj se po, kjo javë konfirmoi 2 elemente kyçe, 2 momente kyçe, që ishte një zgjidhja e konfliktit me Iranin në lindjet mesme, një konflikt ku Shtetet e Bashkuara u përfshin në mënyrë drejt për drejt ushtarakisht edhe përcaktoi jo vetëm një status të rritë të rajonit, por edhe një tjetër status të marrëdhënieve bilaterale me Iranin, duke marrë parasysh edhe përpjekjen tashmë për të rinisur dialogun politik dhe dialogun diplomatik me Iranin. E konfirmuar nga vetë zoti Trump, por edhe nga anëtarë tjetër administratës që janë të përfshirë në mënyrë drejt për drejt. Dhe elementi i dytë ishte pikërisht samiti NATO, si përmendët ju, duke rikonfirmuar edhe një herë marrëdhënien e afërt transatlantike, Shtetet e Bashkuara me vende Europës, me vende bashkimit Evropian, por dhe jo vetëm, kemi dhe Shqipërinë aty dhe vende tjera në Ballkanin, kemi nga ana tjetër pikërisht rikonfirmim të kësaj përpjekje për ta rivitalizuar NATO-n në përgjigje të rreziqeve që vijnë nga Rusia, sikurse ka ndodhur në kontinentin Evropian, por dhe jo vetëm, edhe nga aktorë dhe faktorë të tjerë malign, të cilët mund të kenë synime destruktive kundrejt sigurisë europiane, arkitekturës së sigurisë europiane dhe sigurisht edhe Shteteve të Bashkuara. Këto 2 momente kyçe mendoj se kanë përcaktuar një moment suksesi për zotin Trump në arenën politike, duke hequr pak edhe ato zëra që kanë që më të zhurmshëm më përpara në Shtetet e Bashkuara për një Amerikë më izolacioniste ose më të hequr nga arena dhe skena globale. E qartë. Brendon, në këndvështrimin tuaj, a është ky momenti apo pika e kthesës për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a mund të themi që tani më Trump ka filluar ngjitjen e tij drejt misionit final ta kthejë Amerikën sërish të madhe? Po nis duke thënë që Shtetet e Bashkuara tashmë, pavarësisht se ne jemi mësuar të njohim si polici botës, duken më tepër si një polic shqiptar, i cili kur kalonte ai rreshti makinave të parkuara keq, i vej gjop gjithëve përveç të fortit lagjës. Në këtë rast, i forti i lagjës në linjën e mesme është Izraeli, që rastisht ta ketë edhe vllajën e vet të vogël në kuptimin gjeopolitik të fjalës, dhe i thotë ti bëj ç'të duash, s'ka kush guxim të të shkul veshin, as gjykata ndërkombëtare e Lukës, as Këshilli i Sigurimit të OKB-s, as kreu vetë i OKB-s me asnjë nga deklaratat, as vendet e tjera të rajonit të cilat janë muslimanë sunit në shumicën e tyre, kështu që ti bëj ç'të duash. Pra në këtë rast Shtetet e Bashkuara po kanë një pikë ktese në këtë kuptim, por janë bërë, siç e thash, metaforikisht si një polic shqiptar, edhe padyshim nuk janë më vendi i shkëlqyer dhe i panjollosur i së drejtës edhe i drejtësisë, e cila vërtet të cilës pra i shteti vërtet ju lejua nga vendet e tjera supremacia në shkallë globale si garant i sigurisë kudo ku kishte konflikte, dhe prandaj ata ndërtuan konceptin e vet ushtarak të omniprezencës në të gjithë globin, por sot po bëhen favorizues për një shtet i cili ndërkohë është duke kryer një genocid
dhe pavarësisht se presidenti Trump deklaron që shumë shpejt do të kemi edhe një armëpushim për luftën në Gaza, vetëm 24 orët e fundit janë vrarë nga izraelitët banorët të Gazës në atë numër që u vranë gjatë gjithë konfliktit Iran-Izrael në të dyja palët. Kështu që në këtë kuptim Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një pikpese në të drejtësisë të barabartë për gjithë në botë. Për të qenë sa më konkret, raportimet e fundit tregojnë që deri në mesditë të paktën 34 janë të vrarët në Gaza nga sulmet ajrore të Izraelit, ndërkohë që në total numri i publikuar nga Hamasi prej 7 tetorit të 2023 është 56.412 humbje jete